Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë në Abu Dhabi ku ka mbajtur takim me presidentin Sheikh Mohammed bin Zayed. Nga pamjet e ndara në faqen e kryeministrisë bie në sy takimi me CEO-n e grupit G42, Peng Zhao, kompanisë fituese të projektit Smart City, dhe Thomas Pramettottam, administrator i Presight AI. Në takim kryeministri Rama shoqëruar nga drejtoresha e shërbimit informativ shtetëror Vlora Hyseni, kryetari i komisionit të ligjeve Ursi Manja dhe zëvendës ministri i brendshëm Xhemal Xhefalia. Smart City është një projekt i cili konsiston në instalimin e një sistemi sigurie, ku sipas asaj që është deklaruar nga ministria e brendshme e asaj kohe, Albana Goçiu, përbëhet nga 5000 kamera sigurie inteligjente që do shtrihet në disa qytete të vendit, duke shtuar dhe 3000 kamera për efektivët e policisë. Marrëveshja e huas mes Fondit për Zhvillim të Abu Dhabit dhe qeverisë shqiptare është ratifikuar më 13 shkurt 2025. Borxhi ka një vlerë prej $118 milion me një afat shlyerje 15 vjet dhe interes 4% në vit. Në nenin 2 të marrëveshjes deklarohet se ADFD-ja pranon të jap Huamarsit në bazë të termave dhe kushteve të specifikuara, apo të përfshira me referencë në këtë marrëveshje një shumë prej $118 milion e 500 mijë dollar amerikan. Huamarsi do të paguajë interes në normën 4% në vit mbi shumën e principalit të huas së tërhequr dhe të pashlyerë. Interesi do të akumulohet nga datat përkatëse në të cilat tërhiqen shumat. Huamarsi do të shlyejë principalin e huas në përputhje me skedulimin e amortizimit të specifikuar në skedulimin e parë të kësaj marrëveshje, me bazën që periudha e shlyerjes do të jetë 15 vjet, përfshirë këtu 3 vjet si periudhë mospagimi. Interesi dhe tarifat e tjera do të paguhen çdo 6 muaj më 14 shkurt e 14 gusht çdo viti. Projekti është miratuar nga Këshilli i Ministrave më 28 shkurt 2025, pas miratimit nga Këshilli i Ministrave kaluar në Kuvend ku më 74 vota pro më 18 mars 2025. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme më 19 dhjetor 2025, në informacionin mbi këtë projekt deklarohet: Smart City do të lidh kamerat inteligjente, analizën e të dhënave në kohë reale, patrullimin, trafikun dhe reagimin ndaj emergjencave, duke vendosur theksin te parandalimi dhe rritja e sigurisë për të gjithë. Projekti i Smart City do të implementohet fillimisht më 20 prej qyteteve më të mëdha të Shqipërisë, në nyje dhe akset rrugore kombëtare më të rëndësishme, në sheshe dhe zona me qarkullim të dendur të qytetarëve, përfshirë edhe shkollat. Është parashikuar të instalohen rreth 5000 kamera me rezolucion të lartë në pikat e parashikuara dhe do të ketë 3000 kamera trupi për punojësit e policisë së shtetit, radar dhe sensor në rrugën e pajisjeve të tjera të fjalës së fundit. Po në këtë datë është firmosur dhe kontrata me përfaqësuesit e konsorciumit ndërkombëtar Presight AI, marrëveshja për implementimin e projektit Smart City në vendin ton. I pranishëm në ceremoni kryeministri Edi Rama ka deklaruar se projekti do të ulë korrupsionin nga efektivët e policisë dhe nga ana tjetër nuk do të kishte më drejtues mjetesh që ikin në drejtim të paditur. Ai u referua projektit si syri magjik. Nuk është projekt kamerash apo mbikëqyrjesh mes kamerave apo trupave të policisë, përmes leximit të kamerës kur del nevoja. Ky është projekt që në sekondën kur fillon dhe vihet në jetë, rrit në mënyrë eksponenciale kapacitetin policor në kohë reale. Projekti që i jep policisë një sy magjik për të parë në kohë reale të gjithë territorin e interesit. Ky projekt ndihmon drejtuesit dhe punojësit e ndershëm të policisë së shtetit, i ndihmon duke u larguar të gjitha hijet sunduese të së keqes. Kur të dojë të shmang syrit të policisë për të bërë keq, do të duhet të mbulohet me ferexhe për të dalë në rrugë. Ndryshe nuk ikën dot as gjikundi. Nuk mund të ketë makina që ikin në drejtime të paditura, bëhet e pamundur, sepse syri ka një rrjet mbulimi që 20 bashkitë më problematike me lëvizjet më domethënëse futet kudo. Implementimi i projektit po bëhet nga kompania Presight AI, pjesë e grupit G42 me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Të përfshira janë 20 bashki si Tirana, Vlora, Maliqi, Devolli, Korça e të tjera. Kompania arabe si Presight AI Ltd ka themeluar në Shqipëri degën që do të zbatojë projektin Smart City në vendin ton. Kompania Presight AI Ltd Albania Branch është regjistruar në QKB më 16 dhjetor të vitit që lan pas me administrator Charles Kelly. Më 31 mars 2026 Ministria e Brendshme ka përzgjedhur 20 shkollat për pajisjen me kamera inteligjente si pjesë e projektit Smart City, për rritjen e sigurisë, të cilat janë si në tabelën që shfaqet në ekran.
Shpenzimet për projektin në Smart City të ndara sipas kategorive të publikuara në marrëveshjen e HUAS mes ADFD-s dhe qeverisë shqiptare. Në marrëveshje deklarohet se projekti përfshin sigurimin dhe instalimin e platformave të inteligjencës artificiale për menaxhimin e qytetit dhe trafikut, përveç një qendre të avancuar kontrolli. Projekti përfshin instalimin e radarëve të shpejtësisë dhe kamerave monitoruese për të përmirësuar sigurinë rrugore, përmirësimin e kamerave ekzistuese dhe instalimin e fibrave optike për lidhje më të mirë me internetin, duke përfshirë shërbime profesionale dhe mbështetje dhe mirëmbajtje për 4 vjet. Në marrëveshje përfshihen 2239 kamera ANPR dhe 2602 kamera PTZ për monitorimin e trafikut, si dhe 3816 kamera trupi për policin. Projekti përfshin gjithashtu instalimin e 100 radarëve inteligjent dhe po kaq sensorëve për të monitoruar trafikun në rrugët e Shqipërisë. $31 milion do të paguhen për licencat e softuerëve të programeve që do të përdoren. Pajisjet e ardhuar dhe infrastruktura do të kushton $62 milion e $400.000. $8 milion do të shkojnë për shërbime profesionale, ndërsa $17.1 milion do të përllogaritet kostoja e mirëmbajtjes për 4 vjet. Në tabelën bashkangjitur specifikohet se vlerat janë të gjitha pa TVSH dhe kostoja totale mund të arrijë deri në $140 milion. Natyra e tenderit. Kompanitë nga Emiratet e Bashkuara Arabe nuk u nënshtrojnë procedurave të tenderimit publik në investimet jashtë vendit të tyre, por kontraktohen përmes marrëveshjes direkte. Disa vite më parë qeveria ka kaluar në parlament një ligj të posaçëm që i përjashton kompanitë arabe procedurat e konkurrimit publik. Shpesh ekspertët kanë ngritur alarmin se ky projekt shkel privatësinë e qytetarëve dhe se kostot janë të fryra. Sipas të dhënave të publikuara në media në treg, çmimet për pajisjet që janë pjesë e projektit variojnë nga $500 deri në $1.500 për cop. Një kamera mund të kushtojnë dhe €200.000, mund të kushtojnë dhe €500.000, mund të kushtojnë dhe €1 milion. Por çështja është çfarë sistemi shndrohen pas këtyre kamerave, kush do bëjë mirëmbajtjen e këtyre kamerave, cila do jetë kompania ose sa do jetë kostoja e implementimit fizik të këtyre kamerave, kush do jetë pagesat që ne do bëjmë për licencimin e këtij aplikacioni, softwareve, analizës dhanave tjere. Pra ka shumë pikpyetje që nuk sfikohen, thjesht jepet një emër i madh kompanie gjigante, përmenden disa partnerë për të mbyllur gojen dhe për të intimiduar në një farë mënyre gazetarët, analistët, politikanët që të ngrinë pikpyetje, në momentin që përfshihet një aleat, një pjesë e madhe e gazetarëve, analistëve dhe politikanëve janë të friksuar sepse mendojnë që duke goditur një investim i cili mund të jetë i gabuar ose mund të cënojnë sigurinë e qytetarëve, po godasin dhe një alat. Jo, nuk po godasin alat, po flasim për kompani private. Sikurse kanë qenë të gjitha investimet që janë kryer deri më sot në Shqipëri. Pra të gjitha janë me kompani private. Pra nuk kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilat po investojnë dhe po paguajnë dhe po ndjekin një projekt të caktuar, ose nuk kemi Izraelin ose nuk kemi Emiratet e Bashkuara, por kemi të bëjmë me sistemet të cilat do paguhen nga ne direkt nga xhepat e taksapaguesve ose do merren me anë të kredive të buta që përsëri dhe këto kredi do paguhen po nga qytetarët shqiptar. Ajo që sot i mungon Shqipërisë nuk është as pjesa e digitalizimit, po ajo që mungon Shqipërisë është pjesa e transparencës. Sikurse ka ndodhur me të gjitha sistemet tjera, ne nuk kemi transparencë. Nuk po kërkojmë detaje teknike ndonjëherë. Ne thjesht po kërkojmë transparencë. Kush, si, se, sa, kaq. Pra kush po i ban, se kemi nevojë për një gjë të tillë, çfarë po bën, pra çfarë të dhënash do mbledhen, sa kohë do ruhen të dhëna, kush do ketë akses dhe sa është kostoja. Dhe kur themi sa është kostoja, nuk duhet një kosto totale, por duhet që të kemi edhe një ndarje të kostove. Prandaj është pamundur për të thënë nëse 140 milion është një shifër e ftuar. Por nuk duhet harrojmë që vendet e para ishin për 60 milion, dhe 160 u bë 140 me një vizitë të kryeministit dhe të drejtuesve të tjerë të institucioneve në Emiratet e Bashkuara. Pak më parë ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka deklaruar se kostoja është disa fish shumë e lartë, sa vendosja e kamerave në kohën kur ministri i Brendshëm ishte Sajmir Tahiri. Ahmetaj ka hedhur akuza në drejtim të zëvendës ministrit të Brendshëm aktual Xhemal Xhefalia dhe ka thënë se ai duhet të shkojë në burg pasi ministri Albana Goçiu nuk ka firmosur dhe ka akuzuar kryeministrin Rama. Ekziston një bisedë mes një ish ministri dhe Ergy Sagasit për Smart City do të dalë, deklaroi ai.
shqiptarë do të paguajnë $50.723 vetëm për një kamerë trupi. Është çmendurim. Siç e analizuam në fillim të investigimit, ditën e hënë kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë në Abu Dhabi lidhur me arsyet e takimit me BRN. Ka cituar një zëdhënëse e Këshillit të Ministrave, e cila ka deklaruar se takimi me kreun e G42 ka shërbyer për të eksploruar dhe për të diskutuar mundësitë dhe potencialin e bashkëpunimit.